Para se të flas për vizitën time këtu, unë kam pasur dje në plan që të bëj vizitat në disa organizata, në disa kompani, për shkak të ditës së inovacionit, por për shkak të seancës së jashtëzakonshme plenare, kam qenë obliguar që të qëndroj në atë seancë dhe të merrem me përgjegjësitë në Kuvendin e Republikës së Kosovës. Sidoqoftë, ishte kënaqësi që sot e nisa ditën në Kolegjin AAB, me një projekt shumë të rëndësishëm për vajzat në ICT. Pastaj vazhduam në shkollën digjitale, ku mësuam më tepër për zhvillimin e aftësive në teknologjinë dhe në digitalizim. E tani jemi në hapësirat e Bonevet, ndonë se ne kemi pasur informacione se çka bën Bonevet, por megjithatë sot përse afërmi u njoftuam edhe për programet mësimore që ndërlidhen me teknologji, matematik, shkencë, art edhe të tjera. Pam shumë nxënës që me një energji shumë të madhe po punojnë edhe në robotik, që besoj që është shumë e rëndësishme edhe ky aspekt. I urova suksese në çfarëdo gare që kanë në të ardhmen, po ashtu për mua është jashtëzakonisht e rëndësishme që Kosova ka kaq shumë të rinj e të reja që kanë shumë potencial, e Bonevet i ja mundson e inkurajon ata që ta zhvillojnë sa më shumë kreativitetin, por edhe talentin e tyre. Gjithashtu i ofrova edhe mbështetjen time, por edhe që të shërbej si ulidhse me institucione tjera, duke pasur parasysh që gjatë kësaj periudhe ka pasur shumë mbështetje në projekte të organizatave që merren me këtë qëllim. Prandaj edhe sot u zotova që mbështetja do të vazhdoj dhe që do të ndihmoj aty ku mundem që puna e këtyre të bëhet sa më e lehtë edhe që të jetë sa më e dobishme. I falenderova po ashtu për punën që bëjnë dhe tani fjala është për ty që me tregu më tepër për punën që ju bëni. Faleminderit shumë, zonja presidente. Ka qenë shumë kënaqësi që sot të kemi në hapësirat tona, për shkak se Bonevet është i hapur për gjithë komunitetin, por normalisht për gjithë qytetarët e këtij vendi. Ne me shumë dashni dhe pasion e interpretojmë punën cilën e bëjmë çdo ditë, si ekip, si persona që e adhurojmë teknologjinë, e adhurojmë inovacionin, por gjithmonë e adhurojmë edukimin mbi gjitha. Kështu që për ne është shumë e rëndësishme të kemi mbështetjen e institucioneve, për shkak se pa institucione edhe puna jonë nuk mundet me shku tej për tej edhe me mbërri aty ku kemi qëllimin. Kështu që jemi shumë të lumtur që tani tutje kemi dyert e hapura për bashkëpunim, edhe ashtu si gjithmonë Bonevet do të vazhdoj të mirëpres qoftë anëtar të institucioneve të cilët dëshirojnë të shohin punën tonë të përditshme, por do të jetë i hapur për gjithë komunitetin, për shkak se është shumë e rëndësishme që gjithë të kenë një vend ku mund vinë të shfaqin talentin e tyre edhe pasionet e tyre. Prandaj ju falenderoj shumë për kohën edhe dedikimin e juaj.